Në Kosovë dhe Ukrainë nuk lidhet me territor. Roli konstruktiv i Serbisë, jo i Vučićit, dhe këte, në luftën e Ukrainës, në mbështetje krah perëndimit, ka një çmim i cili metet mu pa sa do të përkthehet në dëm të Kosovës. Dhe këtë do të di çdo kush, këtu edhe në botën shqiptare në Ballkan. Ajo përpjekje e Serbisë për ta mbështetur Ukrainën, gjithandej, nuk mundet me shku falas. Arsyet pse ka mbështet ajo, dihet kanë qenë që Serbia, në qatë logjike kanë formuar ty përmes rusëve dhe gjykatës speciale, ma kanë marrë territorin, kanë bërë gjenocid, po i persekutoi Serb, kanë shit organe dhe kështu me radhë. Do thotë, Serbia e ka përkrahë, siç i dini, rezolutat kundër rusëve. Nuk ka bërë gjithka për Ukrainën, rujtjen e integritetit. Dhe ato territore që Rusia i lyp, nuk janë territore që kanë me shku, ato kanë me shku në kontroll efektiv një pjesë neutrale, sa i për kësë kanë me posë. Kur të arma ushtërije, as Rusë, as Ukrajine, një pjesë kontroll efektiv, por jo nën sovranitet, si të me tapi me letra, të Rusisë, për shkak se aja ka efekt zinxhiror dhe nuk e pranon jo vetëm Evropa, po edhe shtete tjera. Do të thotë, ajo është problemi i madh i cili për cilën një autor e ka për vetëvendosje, me qenë se unë kam doktorun në te, e thotë, po të pranoj një gjatë tillë, thotë shtetet do të bënin vetvrasjen e tyre. Kështu që ajo gjenden modalitete të cilat e përpunojnë në mënyrë që për Rusi, pra po për sëris, ideja themelore dhe synimi kryesor i Rusisë është sa ma shumë me shtri ndikimin kënejnë perëndim, dhe unë jemi bindur që ajo s'ka milon rahat. As Moldavin, as Rumunin, as venet Baltike, edhe në një marrëveshje të paqes po flas për të ardhmen. Rusia nuk ndalet sepse është natyrën e fuqive të shteteve të mëdha.